Cila profesione duhet jenë edhe të regojnë pak më të kujdesshëm? Përmendëm këtu shoferët, por për cila profesione tjera mund të flasim? Përgjithsisht shoferët, mund të flasim për punojësit e zyrave, mund të flasim për dentistët, berberët, ndoshta për atë përthyrjen që bëjnë. Sepse ata kanë, për shembull, berberët kanë probleme që qëndrojnë gjatë në këmbë, dentistët, sepse në bazë të procesit që kanë mund të bjerë që të qëndrojnë gjatë ullur, për shkak ndërhyrjes që kanë, ose gjatë në këmbë, të cilat asnjëra nga këto nuk janë të rekomanduara dhe të mira. Po ndoshta disa punë që kërkojnë një angazhim më të madh fizik, ndoshta muratorët, zonja që punojnë për fasoneri. Po, ata normalisht janë më të predispozuar për këtë çështje dhe janë të predispozuar jo për shkak të punës që është, po për shkak të sepse nuk ka para përgatitje për ta bërë punën. Pra, që do të thotë, në rastin është dikush që punon në ndërtim, pra minimalisht duhet një stretching i trupit. Pavarësisht se ne na ka rutina dhe puna ndërtime gjithsesi është, duhet shkojmë jo oraret, jo puna etj. Po më shumë problemi është tek para përgatitja sesa tek puna në vetvete. Pastaj dhe në rastin e muratorëve, ata e dinë se si duhet ngritur një peshë, çfarë duhet bërë. Dhe shumë dhe nga kompanitë që shesin materiale ndërtimi, po ta vëmë re tek etiketat e tyre kanë të përcaktuara me figura se si duhet ngrihet pesha. Kjo është një goxha mesazh që dhe ato kanë bërë që ta ruajnë sa më shumë trupin e njeriut.